Po besoj që I keni marrë deklaratat prej kolegëve të Trepqës këtu. Jam e gëzuar që pjesa më e madhe e minatorëve që kanë qenë në minjer tashmë kanë dalur. Siç u informova, edhe 18 minatorë janë brenda në minjer. Gjendja pritet të sanohet shumë shpejt dhe edhe ata të dalin. Me sa mora informata nga menaxhmenti I Trepqës dhe bordi, janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë ndonjë mungesë për fat të mirë. Mirë po presim që shumë shpejt të dalin edhe minatorë të tjerë që janë jashtë. Me këtë rast dua të falenderoj ekipet edhe të Trepqës, edhe të Kostit që kanë ndihmuar, edhe operatorit Elektrostubla, edhe KEDS-it, Inspektorati I Energjisë gjithashtu është duke ardhur për të inspektuar dhe po presim raportet për të parë se çfarë e ka shkaktuar këtë avari. Por më e rëndësishmja është që minatorët duket se janë mirë të gjithë dhe sapo të dalin të gjithë mund të bisedojmë edhe për çështje të tjera. Ministre, kur ka me përfundu që kjo saga hynë mëngjes minatori dhe mund të mos dalë për 48 orë, kjo nuk është një raport që për ndodhë minatorëve kjo? Sigurisht që ju jeni të vetëdijshëm për të gjitha sfidat me të cilat është përballuar Trepqa dhe përballet Trepqa. Megjithatë, ne kemi një stabilizim të prodhimit dhe kemi përmirësim të dukshëm të gjendjes në Trepqë. Ne kemi pasur gatishmëri për të bërë investime qysh para disa viteve. Fatkeqësisht kjo nuk ka qenë e mundur derisa janë zgjidhur disa probleme të cilat edhe po zgjidhen. Sa I përket gjendjes në terren, sigurisht që ka vështirësi teknike dhe ekipet janë duke parë mundësinë që sa I përket energjisë elektrike specifikisht të bëhet edhe një linjë rezervë. Ndërsa tash për tash është duke u bërë një zgjidhje urgjente me ndihmën e Kostit dhe është fat gjithashtu dhe ka arsye pse janë edhe shkallët emergjente dhe qeta e shpëtimit brenda Trepqës, e cila është e trajnuar dhe e gatshme për të ndërhyrë në raste të këtilla. Ju falenderoj.